Një anketë realizuar në fillim të shkurtit tregonte se po të votohej drejt për drejt tani për kancelarin në Gjermani, Martin Schulz do të merrte 50% të votave, ndërsa Angela Merkel 34%. Ky nivel populariteti dha krah kandidatit të Partisë Socialdemokrate, por zhvillimet e fundit duket se do ta frenojnë ca hovin e tij. Ekspertë të bllokut kanë nisur të verifikojnë dyshimet për korrupsion kundër ish-presidentit të Parlamentit Evropian, me qëllimin të shohin nëse duhet çelur një procedurë hetimore. Zyra Europiane për luftën ndaj korrupsionit do të shqyrtojë sinjalizime, sipas të cilave janë bërë në mënyrë të diskutueshme dhe janë paguar shpërblime gjatë kohës kur parlamentin e drejtonte Schulz. Mendohet se pika e fortë e tij në betejën elektorale do të kishte qenë pikërisht tema e drejtësisë. Por tani 61 vjeçari duhet të japë shpjegime, se sa e drejtë është që të paktën një bashkëpunëtor i tij ka marrë çdo muaj pagesa të patatueshme mbi rrogën në shumën 2200 euro, ndërsa të tjerët merrnin mesatarisht 500 euro. Një rast tjetër kujton Deutsche Welle ka të bëjë me të besuarin e Schulzit, Markus Engels. Gjermanin e patën dërguar në vitin 2012 me shërbim të vazhdueshëm në Berlin, megjithëse ishte vendosur që përpara kësaj në kryeqytetin gjerman. Një formulim i tillë i kontratës për Engelsin nënkuptonte përfitimin e një shtese të pagës prej 16%, si dhe dieta ditore. Zyra e BE-s për luftën ndaj korrupsionit tani do të analizojë situatën për të konstatuar nëse ekziston një dyshim i mjaftueshëm për mashtrim, korrupsion ose ndonjë aktivitet ilegal i cili prek interesat financiare të bllokut.